ardhur në MCN TV si çdo të martë më kurrë të premte. Gjithashtu jemi live stream në YouTube. Te kjo adresa bëni një subscribe për shefin tuaj. Jemi vetëm 2 ditë para zgjedhjeve. Zoja Zotri, jemi vetëm 2 ditë para zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri, pra pas nesër dielën bëhen zgjedhjet, ku voton për të parë në diaspora. Situata është e rënduar. Ende nuk dim se çfarë pritet ndodh në këto 48 orë të fundit që jemi sonte. Enkas për ju, unë kam përgatitur një emision të pazakont, pak të gjysmën e emisionit, e kam pak të pazakont. Në rastin e duke qenë brenda këtij konteksti pra elektoral, unë kam ftuar sonte në studio një personazh që nuk është se ju e shihni shpesh nëpër ekrane. Ajo vjen sonte te unë në fakt siç do e shikoni tani me një maskë të bardhë, për arsye që e kuptoni, s'mund ta tregoj fytyrën. Dhe kjo është Lola. Lola është eskorta më e famshme dhe më e votuar, më e kërkuar në Shqipëri. Nuk do themi shumë shka për Lolën, sepse do mundohemi të ruajmë një lloj etike, edhe për vetë personazhin. Me siguri ka shumë nga ju që e njihni Lolën, e njihni prej vitesh, ajo është e vjetën e tretë tashmë. Unë do bëj një prezantim dhe pastaj sigurisht bashkë me dy miqtë e mi, Marsit Gupi dhe Sebastian Zonja, që i kam në studio, faleminderit që më erdhët. Janë dy analistë të cilët sigurisht kanë dhe ata pyetjet e tyre për t'i bërë Lolës eskortës pra. Eskortës më të kërkuar në Shqipëri. Ledio tani do e plasi titullin në ekran. Ja, pra, 11 maj, Lola eskorta me kuotuar intervistë ekskluzive në Zonë e Lirë sonte. Të gjithë ju që na ndiqni në këto momente mund të çoni mesazhet tuaja në 068 20 02 868. 068 20 02 868. Mund të reagoni gjithashtu edhe në rrjetet sociale të emisionit Zonë e Lirë. Mund të reagoni edhe gjatë live streamit në YouTube të adresa që do ju shfaqet pas herë në ekran nga Letjo. Lola, mirë mbrëma, para se të bëj disa pyetje, më lejo që të bëj një prezantim të shkurtër për ata që nuk të njohin. Ti je super popullore, je shumë e njohur. Mirë mbrëma tani. Mirë mbrëma, kënaqësi që më erdhe, të falenderoj shumë. Gjithashtu. Unë e di që ti je shumë e angazhuar, Lola, sepse të dielën, pra në 11 maj, prit organizohet Panairi i Dëshirës. Një panair ku do marrin pjesë rreth 11 stenda shumë të rëndësishme. Shumë të rëndësishme. Jo më të rëndësishme se sa stenda jotës. Ti sigurisht që je më e njohura dhe më e kuotuara, por më lejo që të bëj një prezantim të shkurtër para se të bëj disa pyetje të mia dhe para se t'ja lë fjalën kolegëve të mi. A mund të flasim me ty sepse bashkënjifemi prej kohësh, kemi mbi Duar tani ti je miki im i vjetër, vites kam pritur, s'ke ardhur. Kam ftuar. Kam qenë i zënë, dhe ja, erdhi momenti që të ritakohemi pra. E zënë jam dhe unë, po. Nesë, ky është momenti jotë që ti duhet të flasësh sot, ti flasësh popullatës. Klientëve të tu në fund. Po, normalisht. Lola, në fakt ti bën prej vitesh tashmë profesioni më të vjetër në botë, konstitucionin. Je këtu sonte sepse pas nesër, si thash, në 11 maj, të dielën mbahet Panairi Mafi Dëshirës, ku do të marrin pjesë 11 stenda me rivale të përkatëse. Sigurisht, në fund të panairit, ndoshta të dielën, ndoshta të hënën, të martën, ka një juri shumë të madhe, një familje do votoj, se kush është stenda më e suksesshme. Dhe sigurisht do ndahen çmime. Po para se të flasim për këtë, Lola, le të kujtojmë që rrugtimi jot në fakt ka nisur në fund të viteve 90, ndose ti ke qenë një personazh shumë provokues, që në moshë të re, kishe nevojë për polemika, kishe nevojë të bëje sherr, të tregohesh në qytet, të dukesh në qytet, pra të flitej për ty. Ke qenë angazhuar shumë në zhvillimet e qytetit, e Tiranës në atë kohë, duke milituar përveç të tjerave, duke milituar jo vetëm politikisht, por edhe për mentalitetet e vjetra të kohës, ku e konsideronin femrën si një objekt pa asnjë të drejtë, apo jo. Po si një vajzë e lirë, Lola, ti atëherë ke qenë shumë e re, me kalimin e viteve, ti arritet të thyesh tabu të tmerësisht të forta në këtë vend,
me veshjet e tua, sonde më ka ardhur serioze, normal se Panajiri është djela dhe. Po. Ju përshtat edhe formatit tënd. Shumë mirë bëre dhe të falenderoj. Ke arritur të thyesh tabu të forta, si thash Lola, duke imponuar në rangje, përveç tjerëve në rangje të larta të elitës kohës. Hiret e tua, Lola, sigurisht për ata që të kanë njohur, dikur shumë elegante, sot je pak më e plot, sigurisht sepse mosha bën të vetëm, vazhdojnë dhe sot e kësaj dite të thyejnë rekorde pranë klientelës së madhe, por kujdes, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë. Ti sot mund të konsiderohesh, Lola, si një nga eskortat më interesante dhe në radhët e elitës ndërkombëtare, dhe kjo është surpriza. Ata kënaqen me ty, sa herë të shohin, sa herë që ti shkon atje, sa herë që ata vinë këtu, të mirëpresin, me veshjet e tua provokuese, me ngjyra etj. Me atletet bardha, është një çudi e madhe. Vetëm prej teje, Lola, numri i turizmit në Shqipëri palese sa është rritur, i turistëve që vinë. Arritur në është një çmenduri, domethënë. Po le të nisim pa humbur kohë, Lola, me disa pyetje thjeshta që un kam për të bërë para se ti të bësh mesazhin e fundit fare, para se të ikësh nga kjo studio. Mesazhin për antarët e juristë që janë të shumt, nuk di sa është numri i tyre, po i do votojnë. Në fund fundit do ndajnë çmime, kush do të çmimin e parë në Panajir në Dëshirës që ndodh pikërisht të dielën 15 maj. Dhe Ledio do na ndihmojë tani, sepse Ledio, si mjeshtër që është, regjizori im i vjetër, ti besoj e ke dëgjuar apo e njeh? Po, e njoh dhe Ledio. Ti e ke njohur nga afër? Kam njohur nga afër. Dakor. Ledio mund të na ndihmojë duke alternuar këtë titull me titullin tjetër që njerëzit jenë ta kuptojnë më mirë për ku jemi, çfarë është kjo intervistë, për çfarë po flasim. Me që është 11 maj. Pra Ledio mund të kalojë nga 11 maj Lola eskorta e me kuotuar te 11 maj / Panajiri, mbahet Panajiri i Dëshirës, më fal. A Ledio, pra një tjetër, mos e le asnjë bosh, bravo. Kur të heqësh njërin ban plas tjetër, se shumë interesante kjo Ledio, pra e të parë do e bëjmë. Pop, se është e njëjta fabull. Je i madh Ledio. Pra, po thoshim, të nisim direkt me pyetjet. Patjetër. Si arrin ti, Lola, që edhe me këtë peshë që je tani, i ka marrë vitin e fundit të peshë, ti jesh eskorta më e votuar, më fal, më e kërkuar në Shqipëri. Si arrin? Si ka arritur? Shiko çani. Unë do të them vetëm 3 cilësit mijat. 3 që mendojnë që janë më të mirat. E para është eksperienca. Ti e di besoj që unë jam eksperte. Sigurisht. Si që thamë edhe i edhe miku im i vjetër. Patjetër. Do kam vetëm unë, ti ke shumë, po që jam dhe unë me sfyre, po patjetër. Një ndër to. E dyta është oratoria. Kjo është e vërtet. Po hapa gojën unë çani. Çani. Palos gjithë polet. Duhet ta mbaj çika kolloren më afër gojës. Patjetër. Shikon sigur ta di. Taksirate, e burrë edhe këtë kështu Lola, që mos lodhesh, edhe ri pa merak. Jepi. Po hapa gojën çani siç thash, unë të bind. Të Patjetër. hipnotizoj. Patjetër. Të mbush mendjen. Edhe cilësia e tretë, le të themi, është durimi. Durimi. Bravo. Wow. Shiko çani, unë këtë karrierë kam filluar, e kam ushtruar në Francë, në vitet e mia të atëhershme, kur kam qenë më e re dhe në kulmin tim, le të themi. Edhe jam mësuar me elitën e Francës, të klientëve të Francës. Sigurisht. Me aristokracinë. Dhe kthehem këtu çani. Kthehem në Shqipëri. Kush të shoh? Një tmerr. Burra të prapambetur, të frustruar, që nuk i kishin parë gjë akoma çani. Në fillim e kam filluar me klient të rëndomt, le të themi, sepse ato mundesha në fillimet e mia. Si çdo fillim. Derisa me punë, me mund, me sakrifica, arrita t'i marrë vendin e parë konkurrentes time të atëhershme. Edhe bëhet fjalë që në 2005 kam përshtypjen, po. Edhe që atëherë çani nuk ka bir nëne dhe bir kurve që t'ma marri vendin e parë. Pa. Kjo është sakrificë. Lola, si arrin ndërkohë që pas kaq vitesh
ti jesh akoma e para në listën e eskortëve, se tani fonën për peshën. Po. Po ndërkohë si arrin pas kësaj vitesh, mosha bën vetën. Ti je prapë e para. Çiko tani. Unë kam luftuar shumë me konkurrencën. Një pjesë të konkurrenteve, le të themi, i kam bler. Një pjesë e kam futur sherr. Sigurisht. Vetëm kështu. Ka në kokat e njëri tjetrit. Më kupton? Edhe kam bërë një luftë aq të madhe, Morçani. Po aq të madhe, po të them, me njëra tjetrën, sa që i mbyllën njëra tjetrës, i mbyllën bravat e bordellit, Çani. E të mërshme. Të betohen. Je pa parë. Lola, Po. më thuaj ti lutem, a ke rivale në treg dhe nëse po, kush është ajo ose kush janë ato? Unë e di tani që në paninë e dëshirës të dielën, që i mathe i vogël pritet të marri pjesë atje, dhe shohin, atje ka patjetër janë 11 bashkë me ty. Ke minimalisht 10 stenda. Cilat janë rivalet e tua të vërteta? Më thua dot? Nga ato që ti mund të kesh frikë vërtet, edhe pse ti ke kaq vjet ke sa, më shumë se 12 vjet që je me kuotuara, dakord? Frikë nuk kam nga asnjë. Njerë. E të kujtojmë që ky panajir bëhet një në 4 vjet, ë? Po, një në 4 vjet. Pa dyshim që rivale ka, normalisht, se pa rival. Le të kujtojmë, e nisim nga më e vjetra, është një rivale, është një bufe Koneta i quaj unë atë. Është një 80 ca vjeç që kusur më duket, nuk e mbaj më mirë. Pak e shumë, një gjë e tillë. Është më e vjetër. Po punon akoma Çani. Është e fortë. Po. Po nuk i det pensioni. Nuk i det pensioni. Ka dhe një problem, ka hernia diskale, duke quhet, hernia diskale, se anon pak shumë nga djasta. Dakor, skolioz. Imagjino tani të shkosh me ata, kupton. Është edhe një ëra, është pak më e re ajo. Është në burg Çani. Tallesh? Po. Ajo është pak më e mirë, më kupton, se kjo buka e Konetës. Është burg tjetra. Po. Po, ka një vesë shumë keq Çani. Do të thënë kishte një vesë shumë keq për cilin ka rënë në burg. Çfarë bënte ajo? Kur zinte gjumi klientët natën Çani, i vidhte Pyzylyk, Ora, Gjerdan, Floriri. Kishte një dopsi kështu për Floriri. Është gjunate, ne si kemi në studio ato dhe tani ato nuk mund të mbrohen, kështu që do të dërëm t'i mbroj unë. Po mirë Çani, po duan ndonjë ditë tjetër, le të vinë të ty edhe. Dakord. Ose mbroj ti po duash. Jo, dakord. Pastaj kanë dalë këto të reja, Çani, po që këto të njomat, le të themi, po. Sa të mësojnë zanatin këto, e sa të mësojnë stilet e lojës, të duan një kohë shumë madhe, kështu që klientët nuk kanë çfarë zgjedhje, padyshim do vinte unë prapë. E kuptova, je pa parë, nuk kam shtem fare, jam pa fjalë. Lola, ma thuaj shkurtimisht fare këtë, prapë me këto rivalet e tua e kam. Si a del ti jesh gjithmonë 2-3 hapa para atyre? Ke kaq vite? Shiko Çani, do ta them shkurt. Shkurt ma thuaj. Pastër, qartë dhe pa gabim. E di si ja dal? Sepse unë Çani eci vetëm përpara. Edhe nuk e kthej asnjëherë kokën mbrapa. Ecim para, kokën mbrapa. Ky është slogani im. Diçka më kujton kjo e papari. Pyta. Lola, dikur ti ke qenë shumë elegante, vitet e fundit si thash, i rrumbullakosur prapë normal se. Patjetër. Stresat. Çfarë ndodhi? Ma thuaj shkurt. Pse ky ndryshim? Stresi, ku diun? Shiko Çani, ta arrish në maj, është shumë e lehtë, apo jo? Nuk është e lehtë fare, është e vështirë. Po jo, është e lehtë si fillim. Dakord, si fillim po. Por të qëndrosh aty, kjo është e saktë. është e vështirë, më kupton? Pra, ta fitosh një gjë është e lehtë, thot Lola. Puna është ta mbash më gjatë. Kështu që ne të tëra pa gjumë Çani, keq ushqyerja, se klienti do të mena, më kupton? Po patjetër. Pra. Është me që janë dhe me maskë këtu, po e them se s'është të më njohë njëri. Është edhe ato substancat social-kulturore dhe i përdorin çike. Duhet ato të mbajnë pak. Se të mbajnë pak klientin, si thoni, piro, si thoni. Jam dakord me ty. Kështu që i përdorim dhe ato. Pastaj Çani plus, po. Në eufori. Eufori, po. Normal, gjithë natën. Po Lola? Pastaj plus kam ca klient, Çani, janë klient pasur ato. Edhe ato kanë ca kështu dëshira specifike, po nuk i thua dot jo më Çani. Qartë. Nuk i thua dot jo, më kupton? Edhe kështu, domethënë. Lola, këto gjëra rëndojnë shëndet. Po patjetër. Kjo ishte shpjegimi i qartë se përse ka rritur peshë. Lola,
Cilat janë, qofse mund t'i themi sonte, tani është momenti, sepse Panajiri është e dielën apo jo, dhe Ledjo e ndryshon titullin si Shtamblet, jo, mos harro asnjëherë. Më shpesh, pa duhet ndryshuar më shpesh që njerëzit ta kuptojnë. S'ka nevojë ta bësh atë në ekran Ledjo, kështu, thjesht ndrysho titullin qofse mundesh. Qofse mundesh. Cilat janë krimet, Lola, qofse mund na i thuash, cilat janë krimet që ti ke bërë për të arritur në top listën e eskortave më të votuara, më të kërkuara në gjithë këto vite? Unë nuk mund t'i quaj krime. Krime. Tani, unë nuk them a ke vrarë njeri apo jo, s'po flas për krime fizike. Krime janë kur pra se thuash kur me intriga, me bryla, ti shmang rivalet, pra që ti jesh vetë para. Në këtë kuptim krime, po. Tash, nuk I quaj krime sepse qëllimi justifikon mjetin. Këtu jam dakord. Apo jo? Jam dakord, po. Por tani, nëse t'ja futësh shoqes tënde, quhet krim, e kam bërë. E kam bërë, po e do puna qani. Qartë. Nëse të kërcënosh klientët, ti thuash mos shko te kundërshtarja, po hajde te unë. Edhe këtë e kam bërë, quhet krim kjo? Sigurisht. Jo, Nuk quhet krim? sigurisht Pra, të lutem qani tani. Sepse jo, patjetër jam dakord me fuqi është kjo. Nuk quhet krim. Kjo është fuqi. Këto gjëra, do me thënë, unë I kam kërcënuar me foto, me video, I kam thënë do të heq ka puna, do të ndaj nga gruaja, do të fus në burg, e tjerë. Qani, këto I kam bërë edhe kundërshtarët e mia ndër vite, qani. Janë liqësit e zanatit. Po nuk janë zonjat. E kupton? Shka që thjesht. Kaq. Lola, sa sakrifica të është dashur të bësh për të arritur deri këtu ku je? Sakrifica? Qose mund të them, mund na thuash 2 ose 3, jo më shumë, që mos. Shiko qani, unë sakrifica nuk më është dashur të bëj me thënë drejtën, se I kam bërë tjerat për mua. Kjo është e vërtet. Jo më kot mbaj afër vetes time prostituta besnike, që edhe kur kam ndonjë problem, ta marrin ato fajin për mua. Eskorta mboste, sepse ti ke arritur, ki të kaluar me kohë pjesën e prostitutës, apo ti tani quhesh eskort, se je elitar, nuk ka lidhje me prostitutat janë të rëndonta, janë niveli ulët. Okej, e themi eskorta. Eskort, patjetër. Që edhe kur kam unë problem, ta marrin ato fajin për mua qani. Se kush do e marri unë? Po normal. Se s'ka si. Sa herë kam rrezikuar burgun qani, ato kanë qenë aty, kanë bërë burgun për mua. Dhe fiks. Dhe jam dakord. Deri tani qani kam qenë rehat, nuk kam bërë asnjë sakrificë. I kam bërë tjeret për mua. Jam I qartë. Lola, çfarë mendon kur kthen kokën pas për shembull dhe shef që pikërisht shumë nga koleget e tua, ndoshta edhe nga rivalet e tua, se për së vërtetës nuk e vetëm rivalet I ke, edhe koleget, edhe gocë I ke pas shoqe apo jo, përse I ke pas I ke mësuar se si I ke marrë në gjirin tënd, I ke mësuar zanati, pra rivalet janë një gjë, po edhe koleget janë gjë tjetër. Jemi dakord. Kur shef, kur kthen kokën tani dhe shikon që shumë nga koleget e tua, për shembull, sot ose janë zhdukur nga qarkullimi, ose janë arrestuar dhe burgosur. Qa mendon, Tani, I që këtë, kur e kthen kokën brapa, se unë thash, unë shikoj vetëm për para. Nuk shikoj asnjë brapa. Hecim për para, si diçka më kujton kjo, po. Po, edhe në fakt, nuk do t'i quaja kolege, nuk po përdor fjalën prostituta, po përdor fjalën eskort. Eskort gjithmonë. Po, do t'i quaja disa eskorta, që unë I kam përdorur për qëllimet e mia tani. Qartë. Tani, ka pasur nga ato vajza që janë treguar besnike, dhe I kam akoma afër vetes tani. Ka pasur nga ato që kanë ngrënë darda pas shpine, dhe janë aty ku janë tani. Bravo, ka që thjesht është. Ka që thjesht është, jam dakord me ty. Jam dakord me ty, sigurisht. Lola, po ti, si ka arritur për shkakun të shpëtosh gjithë këtyre intrigave, ose gjithë këtyre sulmeve? Ke ndonjë teknikën tënde? Kam tani. Duke bërë intriga më të mëdha. Po, patjetër. Shiko tani, me fuqinë ekonomike që kam unë, dhe me përkrajen e gjitha medjave, se tash unë këto pronarët e medjave, normal. I ka pas klient tjetër. Sigurisht shumicën po, patjetër. Si më ke dhe mua, po. Po, nëse. Më ke pas mua, më ke pas. Kështu që me fuqinë ekonomike dhe me mbështetjen e pronarëve të medjave qani unë kam arritur të bëj intriga, nuk është e vështirë fare të bësh intriga më të mëdha se kundërshtarët e tua. Edhe me shoqatat homologe jashtë shtetit, je shumë e fuqishme, mos haro. Patjetër. Unë kam dëgjuar që ti ke një lidhje të paparë me jashtë. Pra sa herë që ti ke një hall këtu, paf ndoryn ato. Dakord të mua. Apo e kam gabim? Jo. Pikërisht. Shumë drejt. Po edhe? Tash tani, si thashëm përpara, kundërshtarët e mia janë plaka.
Dhe ato që shkojnë me ato thanin... Njëra më thesh pak me vjetës, e tjerat janë më të reja. Po, ka dhe tjera, po nuk ti përmendat gjithë. Dakor, në rregull, okej. Tani si që thash, kundërshtarët e mia janë më plaka se mua. Edhe nuk e di qani, ato që shkojnë me ato, do me thënë, kam përshtimin do të keni farë nostalgjie. Qartë. Do thënë, kujton kohët e vjetra, më kupton? Kështu që... E kuptova. Lola, ke mbi 20 vjetë që je në krye të listës së eskortave, me e votuar, me e kërkuara, në Shqipëri, madje, po punon fort që pas të dielës që është panajiri i dëshirës, po punon fort që organizata juaj e madhe, të bëhet antare me të drejta të plota në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030. Po qanë. Vërtet e ke këtë, së thuash, besim në vetë që do arish të gjë? Normalisht që po. Si? Shiko tani, duke parë situatën që Bashkimi Evropian ka nevojë tani për eskorta nga Ballkani, le të themi. Sigurisht. Mendoj që erdhi momenti jonë, qani. Ky është momenti? Po, ky është momenti. Ta kapim? Normalisht. Tashi, do dali dikush nga këto shtetet e tjera, në një kryetar bashkie në ato shtetet e BE-s, do thotë, ore, nuk e dua Lolën të vit punoj këtu. Qartë. Lola dhe organizatën e saj? Po, patjetër. Se po nuk ja plotësove dëshirat këtyre qani, ta të fikin derën, më kupton, do më të mbyllin derën, se thash. Jo, mire ke fiksin. E ta fikin, në fakt. E ta fikin, po patjetër, po. Kështu që unë besoj që në kaq vite qani, unë ja kam plotësuar dëshirat dhe fantazit për të futur në BE. Pra, ti e beson vërtet për gjë? E besoj qani. Ndërkohë ta themi që edhe po su futen, nuk është humbet në gjë e madhe, një premtim është apo. Po mirë, dakor, tash do të futemi në BE. Qartë, dakor. Kemi ca probleme qani të tipit te kriteret që duhen, domethënë, me higienë, sepse ka mungesë uji. Po që besoj që... Uji mungon, a? Mungon uji. Po, kujdes se ti ke thënë her pasere të kam dëgjuar, ke thënë lart e poshtë për korridorin që kam dëgjuar unë, ke thënë që uji është rregulluar, po ka akoma mungesa, apo? Po ka mungesa qani, ka akoma. Ase për dritat nuk po e vrasim menin, se ajo gjë bëhet edhe me drejtfiku. Po uji për një eskortë shumë i domosdoshëm se pa ujë. Normalisht higjiena. Po që me nevojën që ka Ballkani, Bashkimi Evropian, për neve, do me thëmë për eskortat e Ballkanit, mendoj që do e mbyllin një syk, kam përshtypjen. Ose le të mbyllin hundët fundja. Fiks. Tamam, hundët është tamam. Se sytë, hundët është tamam. Lola, para se të lë radhën kolegëve të mi tani që të bëjnë, kanë 2-3 pyetje se cili. Ti je bindur që Shqipëria i plotson kriteret për të bërë pjesë e BE-s, po flasin në këtë zanatin tuaj, kanë fjalën. Të thash qani, jam shumë e bindur që i plotson kriteret dhe mungesa e ujit ishte një ndër këto kritere, po që besoj që do e kalojmë. Do kalohet? Do kalohet, normalisht, ka nevojë për ne, tani. Tani është momenti, pasi Lola mu përgjigj pyetjeve që unë i bëra, që ti nështrohet 2-3 pyetjeve. Te fillojmë nga ty, Marsit? Po. Marsit gubi pyetje për Lolën. Atë Lola, kënaqësi që të kemi në studio. Pyetja ime është drejt për drejt. Valja juaj kryesore, sapo është konfirmuar që do takoj disa nga klientët me elitar në Amerikë. Mendon se joshja suaj po ju mbet magjia e saj përderisa kanë konfirmuar rivalin tuaj dhe jo juve? Shiko, Marsit, është totalisht fake news. Totalisht. Se ti e di shumë mirë që do dielën në 11 maj në Panajir, do hidhet leku madh qani për vendin e parë. Apo jo? Apo sigurisht. Apo patjetër. Si gjithmonë. Pastaj, lutem tani, joshjes time nuk po i bien magjia, Marsit. Sepse thash, konkurrentët e mia janë të tëra plaka. Sepse janë akoma të misionari. Janë akoma të kalush me dritë fikur. Kupton? Kalush me dritë fikur. Shapter. Kështu që, qani, nëse ka... Marsitit. Po, më falj, Marsit, po, më falj, ndjes. Jam mësuar me ty, qani, prandaj, që marrë madhe. E di. Atëherë, Marsit, nëse ka... Ka një klient të rita që ta. Po. Potencial. Nëse ka një eskort që do të shkoj me Trumpin, ajo jam unë. Vazhdojmë pyetje tjetër, Marsit. Nuk më pëlqen të në fillim, Marsit, po tani do të sikur ka filluar një çik. Klientët e uaj apo klientët shqiptar bien më kollaj pre e joshjes dhe hireve tuaja?
Mendoj klientët e huaj. Klientët e huaj bien më shumë pre. Se dëgjoj, Marsit, shqiptarët, domethënë nga që kam shumë kohë që punoj këtu, më kupton, edhe më njohin tashmë. Mi din gjitha. Kurse të huajt sa hap gojën Marsit, josh. I hipnotizoj komplet. Edhe më japin qa dua unë. Imagjino Shani fal, unë po dua, i them atyre ty të bëjnë non grada. Po sigurisht, po patjetër, as diskutohet. Të betohen. Kaq fuqi. Bëjnë non grada. Kaq fuqi. Marsit, ke një pyetje tjetër? Por, Shani fal, na klientët shqiptar janë prokurorët e Spakut që lën kokën për mua. Duan atë. Lën kokën. Kështu që nëse ndonjëri nga ju Them mos u kruaj shumë me Spakun këto kohë. Jo. Më mirë ta kemi mirë. Mendoj unë. Po flas për klientët. Jo, me Spakut. Klientët e Spakut. Me duas mos se. I kam klient Çani. Jo, i kam klient prokurorët e Spakut. Jo, ata i punojnë në Spak. Prokurorët e Spakut Çani. I kam klient. Nuk i ke të gjithë, nuk besoj se i ke të gjithë. Po nuk thash gjithë tani se nuk jam aq. Po pra, 2-3 prej tyre. Po, normalisht. Jemi të kujdesshëm, ama. Që kujdes mos hapni gojën se pastaj do bëheni dhe ju me të sjell paketa visi. Po, kohë të vështira, po. Mund të bëj dhe pyetje? Patjetër. Mendoni për trashëgimin e bordelës në cilën ju punoni, pasi ju jeni ikona e saj, pra cila do të vazhdimësia apo e keni merakun vetëm për kohën dhe momentin që ju udhiqni atë? Në moment që u sjellni ju në djallë gjithë eskortat e tjera. Jo, mendoj, Marsit, dhe di vetëm të them që eskorta e ardhshme, që do jetë e para dhe do jetë pasardhësia ime kur t'i ke unë, do jetë mashkull. Po, do jetë eskorta e parë mashkull në Shqipëri. Nuk do jetë më femër tani. Jo. Tani, emra nuk kjo ja. Do jetë zhigolo. Zhigolo. Pa të shkoj, mashkull këtimi do shkoj me femra, apo? Po. Dakord. Që mund shkoj edhe me këtë dojë, po shqiti se si kjo është ideja. Ja, dakord, jemi dakord, po. Nuk them emra, sepse ndërkohë që unë jam në konkurim, akoma s'kam miku, kështu që kur ti ke unë, besoj do kem një emër. Po do ja lë surprizë për momentin. Të falenderoj për përgjigjet. Faleminderit, Marsit. Sebastian, radha jote. Lola, duke parë edhe eksperiencën tuaj të gjatë, si do i cilësoje meshkujt shqiptar? Si do i cilësoja meshkujt shqiptar? Shiko, Sebastian. Njëra pjesë e meshkujve shqiptar janë çyryk. Por diçka më kujton kjo fjalë. Po. Sidomos Dibranë Çani. Ose ja fut kot. Po. Çyryk. Tash. Çyryk jam. Ti e di atë punë. Një pjesë tjetër, Sebastian, po mos kenë gratë, domethënë, që t'i lajnë, t'i pastrojnë. Janë të barruar, të paqethur, qelben erë. Mban erë të keqe. Është të mërshme. Gojim ato të Është të mërshme. Gojim. Derisa pjesa tjetër që kanë ngelur, domethënë, siç thotë edhe një shoqja ime që Rahmet Pasë shkreta është në burg tani. E kisha qef ato në fakt tani, po. Pjesa tjetër janë zdromsa. Janë zdromsa tjetër. Po. Këtë mendoj për meshkujt shqiptar. Andaj shikoni situatën që jemi. Pak Lola kur e mendon, po thotë vërtetën, ë? Po normalisht. Vetëm vërtetën. Sebastian, ke një pyetje tjetër për Lolën? A e mendon të dalësh nga ky profesion? Kur do të shkosh në pension? Shiko, që e ka menduar. Por, do dal kur të dua unë. Kur të më doj qefi mua. Mua njeri nuk më detyron të dal. Kur të mbushet mendja... Përdesa je me votuara, më fal, me votuara, pse të dalësh? Patjetër, sa të kem fuqi Çani, sa të kem forcë, sepse kam 12 vjet e më shumë që jam e para në këtë vend. Dhe ke edhe me pasion, nuk është puna se detyron. Normalisht, ajo dihet, kështu që do iki Sebastian kur të dua unë. E the edhe pak më herët, ke shoqe që t'janë burgosur për prostitucion? Po. Jo, në fakt kam shoqe që janë burgosur, po jo për prostitucion. Kam sepse janë burgosur për, si të them, abuzim me zanatin. Po. Kanë vjedhur klientët, më kanë vjedhur mua, kanë vjedhur bordelon time. Po. Edhe sa të kem shoqe të tilla, do ketë burgosje, do ketë arratisje, smundje e tjerë. Këtë ka ky zanat, Çani, nuk e çaj bën. Lola, unë e di që ne mund të rini pa fund sot dhe bashkëtu, sepse tepër që kemi gjëra për thënë, kemi dhe kopa u parë, por mendova, thashën vete, ti pale se sa takimi ke për vetëm sot. Po, më presi. Do të jesh tmerësisht e lodhur apo jo? Mos them dje par dje, ë? Shumë e lodhur. Tepër që tani të pret një super sfidë e madhe të djenët e panajiri dëshirës. Po. Që me siguri atje do ketë tentativa për
Normalisht do ketë. Dhe ti normalisht qëllimi është dalësh prap fituese. Normalisht. Edhe do dalë fituese. Kështu që unë do të lë të lira atëherë. Do të Faleminderit. bezdis më. Rregull, faleminderit. Do të bezdis më. Jo, s'bezdis as pak. Ndërkohë që unë do bëj një xhiro tani, ti do dalësh me lezet nga studio dhe dikush një asistent tja ime do të shoqërojë që të Patjetër. falenderoj Faleminderit që ani ishte dhe të uroj shumë suksese për të dielën. Faleminderit. Do marrni vesh lajmin të javën që vjen apo jo? Nëse ke marrë çmimin e parë apo jo? Po tani besoj javën që vjen, sa të numërohen ato?